Edhe pse jemi ende në ditët e para të muajit shkurt dhe larg nisjes së sezonit turistik, qyteti Berati vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara në vend. Turistë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë këtë qytet historik edhe gjatë dimrit, duke dëshmuar se Berati po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion turistik të preferuar gjatë gjithë vitit. Një nga pikat kryesore që tërheq vëmendjen e vizitorëve mbetet kalaja e Beratit, simboli i historisë dhe identitetit të qytetit. Në rrugicat karakteristike prej guri dhe brenda mureve të kalas gjatë këtyre ditëve janë parë dhjetra turistë, të cilët kanë zgjedhur këtë periudhë për të shijuar më qetë monumentet dhe atmosferën autentike, pa fluksin e madh që shoqëron muajt e verës. Ka pasur turistë, më shumë vinë me fjalë sezoni për dimrin, ja sezoni shqiptarëve me fjalë që vinë komplet Tirana, Shkodra, Kosova, Maqedonia e Veriut. Tani ka filluar për turistët e huaj që i themi neve, tani ka shumë tajlandez, ka kines, ka jo atë fluks për shembull se ne marrim pronatime fillojmë nga marsi deri në fund të dhjetorit. Me fjalë sezoni është kështu, po janari shkurti është këto 2 muajt e parë janë çik më me fjalë që le kujdon vetën në restorante qysh i thonë. Tu je në qendrën e Beratit në Kala. Në Kalaja është destinacion turistik që o ka Kalaja, Pun, Magalemi dhe Gorica, për vende të tjera po këtu po ja justifikon. Është vend i tillë që justifikon. 2026 janë pritshmëri, kemi shumë pronotime nga agjenci turistike, nga këto, po gjithsesi se Shqipëria tani u bë e lirë, Shqipëria është e madhe, prapë kemi nga Turqia, kemi shqiptarë në këta, ka, Berati është vend turistik. Do jetë blind. 2024 që kulmi. 2025 që patëm një reni, me fjalë kishte low cost, me fjalë që nuk shpenzonin shumë turistët, nuk ishin me fjalë, nuk ishin në gjendje si të thuash, ishin low cost. Kurse 2026 jam me premisat të mira. Yeah, I'm here for this time. I was in Tirana last night and today's the first day in Berat. It's pretty amazing. It's pretty historical, you know, all the architecture looks very historical and it's pretty amazing. Good place to click picture, but unfortunately the sun is down today. You know, it's my birthday tomorrow, so I just came for a short birthday trip. But I think it's better to come in the summers because then you can explore the beaches and all. But as of now, I feel it's decent. Not a very great weather to be in Tirana or in Albania in particular, but yeah, it seems decent. But the castle is really nice. Është e parë, s'kam qenë herë tjera. Edhe përshtypja juaj? Shumë e këndshme, shumë e bukur. Me atë që shoh, duket që është i kala që ka pas shumë vendbanime, ka pas shumë njerëz banonin, ndryshe nga kalat e tjera. Shoh një qytet i vjetër. Dëshira jo është që ta trashëgojnë atë detarizmin që kemi të ne. Në ambient, unë jam banor i Kalas dhe tregtoj prej 15 vitesh. Këtu në këtë vend jam kryesisht me prodhime të mia që i përket pjesës së glikovet, mjaltit, vajzë tradicional Beratit dhe rakive të ndryshme, plus frutat si mbastinës. Në një pritje e mirë nuk ka qenë, por nuk mund të themi se nuk shpresojmë për më mirë, shpresojmë akoma për më mirë. E vakët ka qenë, ka pasur disa prurje, megjithëse Berati më tepër e ka turizëm kulturor, dhe kështu që për periudhën që jemi, të themi jemi të kënaqur, gënjejmë veten, por disi. Për si vjet nuk mund të them dot gjë, por duke e krahasuar me vitet e kaluara, viti që kaluam ishte në rënje. Njerëz kishte shumë, blerja ishte e pakët. Do të thonë shpenzimi që bëjnë turistët e ardhur, se Berati është kryesisht qytet me turizëm kulturor, ka qenë më e pakët vitin që kaluam. Por si vjet shpresojmë për më mirë. Në përgjithësi vendet lindore i pëlqejnë produktet tona, të gjithë zonave të Shqipërisë, po edhe të zonës së Beratit. Pjesa e glikove, të reçelnave, vajin e tërheqin dhe e pëlqejnë shumë për pastërtinë dhe cilësinë që ka. It's better than the photos. It's more real than the photos, and it's so unique and breathtakingly beautiful. Nature, we come from Australia, which is a big country, but this is big too, with the river and the houses. It's beautiful. Yeah, we'll definitely come back. Interesimi i turistëve edhe gjatë dimrit shihet si një sinjal pozitiv për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në qytet.
Me afrimin e sezonit turistik, pritet që fluksi i turistëve të rritet ndjeshëm, duke kthyer Beratin në një nga qytetet më të frekuentuara të Shqipërisë. Kalaja e Beratit mbetet dëshmia më e gjallë e historisë dhe krenarisë së këtij qyteti.